Banorët e Dubraçit të ri në Bashkinë Shkodër po përballen prej kohësh me vështirësi të mëdha për shkak të amortizimit të rrugës kryesore të zonës. Bëhet fjalë për rreth 2 kilometra segment rrugor, i cili sipas banorëve është në gjendje të degraduar dhe vështirëson ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve. Gjatë sezonit të verës, pluhuri i madh që ngrihet nga kalimi i automjeteve e bën situatën edhe më problematike për familjet që jetojnë pranë rrugës. Sipas tyre, punimet e kryera më herët nga ujësjellsi kanë përkeçuar gjendjen e rrugës duke krijuar gropa dhe vështirësi të tjera në qarkullim. Ndrall por për versa është për pluhunin, edhe gropat e gjithçka shumë problem, me fjalë që i kanë shtëpiet çdo pemë çdo gjë me fjalë marrën. Këto janë paktet prej të rruga kryesore asfalti deri ku merren rruga 1200 familje. Unë kam 26 vjet që jetoj në këtë rrugë, leta zhvesh po dhe dimnit duhet me ecë me forisore se makinat e vogla s'të bëhet fjalë asnjë 10 minutë. Vjen e lashju, gjithçka veç vin krye në vota vinë shtokafi zhavarito me fadroma me gjëna mos i kanë bë. Kanë shtru tubat kryesor, tubin për ujë, e kanë shtru kanë masimuj ndimen, masimuj kanë prapë kanë boliet, çdo shtëpi kanë boliet, çu si kanë bënë kanë rrugën gropa. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për rikonstruksionin e segmentit në mënyrë që të normalizohet lëvizja dhe të përmirësohen kushtet e jetesës në zonë. Banorët apelojnë që institucionet përgjegjëse të marrin masa sa më parë për sistemimin e kësaj rruge, e cila prej vitesh mbetet një problem i pazgjidhur për komunitetin.